Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët edhe këtë të shtu në emisionin Hynesha, si zakonisht ne jam unë Elvana Shala, edhe sonte do të flasim me një grua, me një vajzë shumë të veçantë. Ajo është deputete e re e Kuvendit të Kosovës, ndërkohë që për 3 perspektivat e jetës së saj do t'i hap kartat e jetës së saj. Me mua dhe me ju është kosovare Murseli. Përshëndetje e dashur, mirë se erdhe. Përshëndetje Elvana, faleminderit për ftesën, është nderë dhe kënaqësi që jam në emisionin e ju. Shumë kënaqësi me të pas në këtë emision, komplet ndryshe nga intervistat e tjera që tashmë më mësu me të pa në rolin e ri të deputetës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, veçanërisht se sonte do t'i hapësh kartat e jetës tënde në 3 perspektiva. Kosovarën përtej pozicionit të politikës edhe shumë pozicioneve tjera që ti ke mbajtur në qeveri ndër vite, do të njohim pak edhe si personalitet. Por para se të vim te kjo pjesë, dëshiroj të rikthej në retrospektiv si ka qenë kosovarja kur ka qenë fëmijë. Faleminderit Elvana. Unë vi nga një realitet krejt ndryshe prej jetës politike që kam tani. Unë vi nga një fshat i komunës Kaçanikut, fshati Doganaj. Kosovarja ka jetuar një jetë tjerë si vajzë e fshatit. Një vajzë që i ka rujtë edhe bagëtit, do me thonë prej fushës në sallat e Kuvendit. Kosovarja shkollën fillore ka kryer në Shkollën fillore kam kryer në fshatin Doganaj, shkolla Ali Aslani. Si e vogël, do me thonë e kam pasat bindjen edhe më ka dhesh një energji që jam e prirur për leadership. Kam marrë pjesë në recitime, në gara shkollore, në udhëheqje të emisioneve të ndryshme shkollore. Mirë, po e kam pas gjithë atë bindjen me qenë e para. Jo për ka egoja, po thjesht e kam pas një zjarr brenda vetës që mund dhe më shumë. Për ndryshe si gjithë bashkëbashkëtorët e me, edhe unë kam jetuar një jetë thjesht, edhe është një karakteristikë të konë se unë i përkas gjeneratës viteve 90, gjatë që konsideroj se jam me pa që i përkas asaj gjenerate, për shkak se i kom përjetu 2 periudat e jetës. Do me thonë periudën e luftës, po unë kur Kosova ishte në vështirësitë më të mëdha, mirë po edhe periudën e lirisë e shtetërtimit të Kosovës, gjatë që më ka formu edhe si personalitet, edhe në rrugtimin tim politik. Çka ndodhi kosovare që i hyjt politikës? Unë një mamatit, një në pozicione ndryshme, një kohë shumë gjatë ke punu edhe në Ministrinë e Shëndetësisë, për ndryshe mos të haroj ke dikon 3 fakultete të përfunduara, apo? Pse pikrisht të zgjodhe politikën për të hyrë brenda saj? Tash edhe më herët unë si e vogël kom qenë kurrështare, edhe për tjerëve jam shusja i personi që është e prirur për leadership, edhe gjithmonë jam qenë aktive edhe në misione organizata vullnetare për mi shërbyer qytetarëve. Mirë po si që cika aty, edhe pjesa e backgroundit intelektual e profesional që më ka ndihmuar me pas një integritet, po dhe profesionalizëm në shërbim qytetarëve, më ka bë që me marrë edhe pjesën e rrugtimit politik. Po mbi gjitha, motivi kryesor unë vi prej një familje heroike, jam vajzë e veteranit dhe mesi invalidit të luftës, jam rrit në frymën e sakrificës dhe patriotizmit, gjë që më ka dhënë edhe motiv më shumë për me qenë pjesë e politikës, sepse politika për mua nuk është vetëm karrierë, është pasion, po mbi gjitha është forma ime që mund dhe mi shërbyer qytetarit të Kosovës, ti jesh një përpasur qytetar në mënyrën më meritore. Kosovare përmende që je vajzë e veteranit. E përmende që je rritur mes sakrificës për të fituar lirinë dhe sakrificës së shtetëndërtimit të Kosovës. Kur kthehemi në retrospektive dhe krahasojmë atë në për çka ka kaluar populli i Kosovës dhe vetë familja jote, dhe me situatën cilën jemi sot, kam përshtypjen që duhet të jesh shumë e zhgënjur. Me politikë bërjen në Kosovë po flas. Patjetër, e zhgënjur jam sepse për këtë vend është bë sakrificë e madhe. Është deri çka kanë sakrifikuar njerëzit jetën për këtë vend. Mirë, po uroj edhe shpresoj që gjana do të rregullohen edhe do të vinë njerëz që thjesht kanë vizion, kanë qëllim të dinjitetshëm për vendin tonë, për qytetarët tonë, sepse mbi gjitha është vendi jonë, janë njerëzit e tonë, na e kemi obligim çdo brez me kontribu në shtetëndërtimin, realisht në ndërtimin e këtij vendi edhe në përfacimin e dinjitetit të qytetarëve tonë. Kthehemi pak tek familja. Sigurisht motrat, vëllezërit janë të njëjtë me ty apo dalloni? Kemi dallime, na jemi 5 motra edhe 2 vëllezër.
prej familjes pak unë mas shumë jam kon ai tipi që kam ndryshu sepse e kom pas një botë veçantë, kom besu në energji edhe kom besu në intuitën time. Edhe motrat janë gjithë atë shkollume, edhe e ceki edhe ti që unë i kam të kry me 3 fakultete, shpesh herë më është bërë pyetja edhe prej shoqënisë, pse kos 3 fakultete, kanë mendu gjithë se për shkak karrierës, po qëllimi jam i vetëm është konë që me qenë se na vina prej zonave të tilla, nuk është po ndonjë perspektivë të na vojzat shumë, qëllimi i kësaj ka qenë që jesh mjaft rasu motrave e vëllezërve rrugën e dijes edhe pavarësisë. Po mbi gjitha janë bo shembull jo vetëm i motrave, po menoj antarëve të familjes, po i gjithë shoqërisë. Janë bo shembull i asaj që t'jesh mos ndalmi, të besojmë veten tonë, qëllimin tonë, e thash edhe më herët prej fushës në sallat e kuvendit. Domethënë gjithçka është e mundur nëse ti ke qëllim. Sakt edhe qartë. Fillimisht na kemi pas ëndra dihet, se na s'kemi si të vegjës kemi ëndru për podiume, por me kalimin e kohës ëndrat tona janë bërë qëllime mirë, po kjo arrihet me punë, me përkushtim, seriozitet dhe integritet. Dhe kam përshtypjen që në gjithë këtë rrugtim të gjatë ke pasur edhe vështirësi të shumta, që ka kujton prej sfidave të së kaluarës kosovarja. Po, kemi pas sfida se fillimisht unë si studente na është dashur për shembull me udhëtu prej fshatit në Prishtinë, po fatmirësisht unë kam jetu se gjithë studentët dhe kam jetu jetën studentore në konvikte për vite të tëra. Edhe ajo është konë sfida, po ka pasur sfida në aspektin e mentalitetit, se zakonisht në zonat e tilla e riteksova që nuk është që kanë pa ndaj farë perspektivet e na vajzat. Që pas paragjykime vazhdimisht. Ka pas patjetër paragjykime. Duke I patë të njëjtat paragjykime edhe kur vendoset të hysh garës për deputeten gjatë kohës fushatës? Jo, për atë kanë besu krejtë e onë, sepse unë kam qenë edhe pjesë e institucioneve ndryshme të Kosovës, kam punu në administratën tatimore të Kosovës, në Ministrinë e Arsimit, pastaj kam punu në Ministrinë e Shëndetësisë, prej Ministrisë së Shëndetësisë, kam punu në Ministrinë e Mbrojtjes, e pastaj tani aktualisht deputete. Nuk unë pas paragjykime në këtë drejtim, sepse unë jam për mu si personalitet, edhe do me thonë posedoj brenda institucioneve të Kosovës. Brenda institucioneve të Kosovës, unë posedoj background intelektual e profesional të mjaftueshëm për me qenë zoni qytetarëve pikërisht në institucionin më të lartë të Kosovës. A je e para e asaj zone që emrohesh deputete? Po e para ka pas deputet, po deputet ka pas një po. Për gra? Po, për gra, po. Mirë po edhe deputet kështu është kon vetëm në kohën kur ka funksionu me listat të mbyllura, edhe është kon një oponenti tjetër politik, ndërsa jam e para deputete prej zonës Kaçanikut, sepse kon shumë vështirë, sepse Kaçaniku nuk është vendi i madh. Votat janë të pamjaftueshme për marrjen e kuvendit në Kosovës, po tu i falenderu edhe regionin, Ferizajin, Elezhanin, Shterpsan, Vitijen, e tjera, që më kanë ndihmu që sot ja rrit votat e po patjetër. Është kanë befasti jo vetëm për oponentin ton, po për gjithë oponent politik që prej zonës Kaçanikut më arrit në kuvendin e Kosovës. E është zakonshme kjo dhe sigurisht motive dhe për vajza tjera të reja të cilat ndrojnë të hyjnë brenda sallës së kuvendit Kosovës, natyrisht në cilësinë e deputetes. Mirë, në rast se kemi formim të qeverisë, cili do të jetë prioriteti yt si deputete, me çka do të merresh më shumë? Prioriteti im nuk do të jetë me një tekst veçantë në një dikaster, edhe pse përvoja institucionale ma mundson mu konkretizu në një sekuencë të veçantë, por me gjitha tu i po nevoja, tu i po rrethona, tu i po sistemet, çdo segment e prej çdo qytetar, edhe fokusi jam do të jetë që kuvendi i Kosovës të arrijë të bëjë ligje të aplikueshme, ligje të praktikueshme, ligje që sjell mirëqenien dhe dinjitetin e qytetarëve në gjitha dikasteret. Mirë po dhe përvoja institucionale ma mundson që edhe në fushën e shëndetësisë, arsimit, ushtrisë, me sjell thjesht një feedback për këto institucione. Mirë dashur, do të njohim pak më shumë dhe pak më thellë si personalitet gjatë hapjes së kartave të jetës tënde në 3 perspektiva. Për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, është koha që këtë emision ta nisim me një pikë muzikore, ndërkohë që ju asesi mos u largoni nga kanali Radio Kosovës, sepse pas pak vi me hapjen e kartave të kosovare Murselit. Miq të dashur të Radio Kosovës, jemi sërish bashkë në emisionin Hynesha me ju jam unë Elvana Shala, e sonte përballë meje është deputetja e re e kuvendit të Kosovës nga zona e
organikut, si që tha edhe vetë në hyrje të emisionit, e para nga ajo zonë që shkel sallën e kuvendit të Kosovës, natyrisht si grua dhe si e tillë është bërë monteve dhe për shumë gjenerata të reja të cilat duan të hynë politikës. Ajo tani do të bëj hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva e dashur e gati. Zgjidhni një kartë nga e kaluara. Me të parën atë. A mendoni se komplimenti është i merituar? Kam përshtypjen që në të kaluarën tënde ke marrë shumë komplimente. A mendon se i meriton? Ajo mbetet në vlerësimin e të tjerëve. Nuk e di sa është në rregull me fol për veten time. A ma sot ke me fol për veten tënde? Pa modesti. Në atë kuptimin e lavdotave, sepse unë jam modeste në këtë drejtim, po megjithatë besoj që e meritoj, sepse të tjerët e vlerësojnë edhe kur më komplimentojnë për mua shumë e mirë sa çdo kompliment në çdo formë. Cili është komplimenti më i mirë që ke marrë në jetë që ka ngel në mendje? Je shumë e sinqertë, i takon një familje të mirë, një familje punore, një familje patriotike. Je vetvetja, je origjinale, dhe kjo është edhe ajo që më dallon prej shumë njerëzve tjerë. Origjinaliteti edhe sinqeriteti janë fuqia ime. Kjo është jashtëzakonisht e bukur, sidomos në këtë periudhë kur po jetojmë në një shoqëri toksike dhe duket sikur njerëzit kanë harruar të jenë të sinqertë dhe të jenë vetvetja. Patjetër. Si është këtë situatë, këtë fenomen shoqëror që është duke ndodhur në fakt? Unë po e përdori një shprehje që kam përdorur edhe gjatë intervistave dhe përdori edhe në jetën e përditshme. Njerëzit nuk duhet t'i harrojnë rënjet e veta. Njerëzit duhet të jenë prej atyre që jetojnë me 2 kom tokë, po mendjen te Zoti, se mbi gjitha kjo jetë është për njëri tjetrin. Këtë shprehje kam edhe prej gjyshit tim, ka thonë vajza ime, kur mos u ndal me ju ndihmu njerëzit, sepse kjo botë është për njëri tjetrin, ndërsa ajo tjetra është vetëm për veten. Kështu që bëj apel edhe thirrje që njerëz të jenë vetja, të jenë të organizueshëm, të jenë dashëm, të jenë të respektueshëm, sepse ky është edhe misioni jonë si njerëz. Një apel i jashtëzakonshëm dhe urojmë natyrisht edhe ne që mbi gjitha populli shqiptar mos të dalë nga kornizat e humanizmit që na ka karakterizuar gjithmonë, por edhe nga origjinaliteti. Çka thotë tashmja në këtë pikë? Zgjidhni një kartë. Krejt me të para dhe me shku Kosovaria. Okej. Projekcioni është një mekanizëm mbrojtës në të cilin ne ja atribuojmë mendimet dhe emocionet tona të pakëndshme të tjerëve. Për shembull, një person që shfaq sjellje armiqësore mund të akuzojë të tjerët se kanë diçka kundër tij ose saj në të njëjtën mënyrë. Kur dhe si e përdorni projekcionin si mekanizëm mbrojtës? Jepe një shembull. Faleminderit Alvona. Zakonisht në rastet kur të tjerët në vlerësojnë ose në nënçmojnë në praninë time, jam ai tipi luftarak që luftoj për drejtësinë. Edhe nuk lejoj që asnjë njeri të mposhet o për shkak pozicionit o për shkak vlerave që i ka, në kësi raste reagoj. Edhe pa pardon që të thonë. Reagoj edhe nuk lejoj që të tjerët në vlerësojnë, nënçmojnë, po du me vepru prej arsyes shnosh që njerëzit ndihen njëjtë, ndihen të barabartë, vlerësohen, çmojnë, deri në suazën ku e meritojnë. A reagon kur ashpër, do të thoja, kur dikush ka sjellje jo korrekte ndaj teje? Po. Reagoj. Kam modesti, po e tham po, jo reagoj edhe shumë. Shumë reagoj, jo shumë kuptimin me bona i veprim pakëndshëm, por reagoj sepse duhet me reagu, ka shumë raste që disa duhet edhe mja tregu dhe rrugën edhe vendin ku e kanë. Sepse në asnjë formë nuk lejohen më në nënçmos e më në vlerëson njerëz, sidomos në praninë time, edhe jo vetëm në shoqëni, edhe jo vetëm në politik, por edhe në familje jam kështu. Në politik ka shumë raste kur ka përballje të tilla dhe nënçmime të tjerëve. Tash prej që je pjesë e politikës deri në këtë moment që po flasim, të ka ndodhur që të kesh ndonjë konfrontim në lidhje me këtë me dikë? Po me tregu drejtën, unë jam person që edhe nuk më lëm fort përshtypje opinionet e tjerëve në raport me mua. Tash unë jam origjinale, kam misionin tim, kam qëndrimin tim edhe veproj mbas asaj që jam. Deri këtu kam arrit duke i besu vetes time, qëndrimit tim, parimit tim edhe integritetit tim. Natyrisht edhe uroj shumë që ky lloj integriteti të vazhdoj, sepse jemi dëshmitar të faktit që politika din nganjëherë me të zhvesh nga vetvetja. Mendon që do të arrijë politika me të zhvesh prej vetvetes? Jo, nuk besoj. Nuk ka asnjë gjë në botë që mundet me çu jashta
vijave të mia edhe parimeve të mia absolut. Unë politika shumë shpesh e thonë që është demagogji, po për mua politika është etik, jeta është e gjitha politik, vetëm se na duhet i ruajmë parimet tona, të punojmë me dignitet edhe integritet. A mendon se ka parime në politikën e Kosovës? Varet prej njerëzve, ka individ që punojnë me parime, po nuk moj me fol për shembull për grupacion ose për përgjithësi për oponentin, unë flas vetëm për individin edhe qëndrimin tim personal. Po e flas edhe një fjalë popullore që shumë shpesh unë keq interpretona ose keq kuptona si tip i pamenaxhueshëm. Mirë, po unë nuk është që jam e pamenaxhueshme, përkundrazi jam e lëviz brenda ideologjive, brenda rrethonave caktume, mirë po me arsyën e shnosh edhe me qëndrimin e qartë edhe me kauzën e vërtetë. Prandaj nuk është që më lem përshtypja jo nëse revoltohen në raport me mua, janë të pakënaqur me mua. Unë dëshiroj me qenë e vërteta, nuk do me thonë që unë jam e pagabueshme, na jemi njerëz, jemi gabimtar, po megjithatë mundona me zgjedh opsionin më të mirë të mundshëm që është në të mirën e përgjithshme. Natyrisht. Çka thotë e ardhmja dhe e fundit për këtë raund? Përndryshe, kosovarja shpejt hyri në rol. Në lidhje me dy kartat e mëparshme merr një parasysh shembullin më poshtë, përcaktoni një vendim në lidhje me temën për cilën keni folur, si do të veproni për ta arritur atë. Për ta thjeshtësuar pyetjen, ke ndonjë vendim që do të marrësh së shpejti në të ardhmen tënde të afërt, edhe si do të veprosh për ta arritur atë? Po si çdo njeri ka qëllime, unë jam edhe tepër ashtu vizionar, po ndonjë vendim varet prej rrethona. Aktualisht është që kam parapone diçka, vendim lidhur me politikën përkundër gjithë. Po në jetën personale? Në jetën personale, jo. Për më kujtohet për momentin. Mirë, do e lëm me kaq. Kosovare shpejt kaloi raundi i parë i hapjes së kartave. Tregom si je, si po ndihesh në këtë pjesë. Shumë mirë, faleminderit shumë. Edhe ne kemi kënaqësinë që të kemi, ndërkohë që për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio është koha që sërish të rikthehemi muzikës. Ju vazhdoni që ndroni me valët e Radio Kosovës, do të vim pas pak me raundin e dytë të hapjes së kartave të Kosovare Murselit. Jemi rikthyer sërish në studio në valët e Radio Kosovës, për ju shoqëron emisioni Junesha, është koha tani për hapjen e kartave të raundit të dytë të Kosovare Murselit. Zgjedhni një kartë nga e kaluara. Tashmë të fundit, strategji e mirë. Si do t'ju përshkruanin miqt dhe kolegët tuaj kur bëhet fjalë për intelektualizmin tuaj? A të ka ndodhur ndonjëherë me të përshkruar njerëzit kur vjen fjala për aspektin profesional dhe intelektin tënd? Po, patjetër. Cili ka qenë përshkrimi më i shpesht? Je shumë e zoja, je shumë e zgjuar, je profesioniste, je parimore, je korrekte, edhe mbi gjitha sidomos në institucione ku kam punu je shumë afër qytetarit. Je thjesht, je sociale, edhe mundohesh me adresosh çdo nevojë edhe çdo breng qytetar, aty ku kam pas mundësi edhe kompetencë. Natyrisht. Kosovare shpesh ekziston ai lloj paragjykimi që institucionet e Kosovës nuk e japin maksimumin për qytetarët. Duke qenë se ke punuar në shumë prej të tillave dhe do të thoja në institucionet kryesore, cili është mendimi yt? Çfarë pune bëhet brenda institucioneve? Unë personalisht e di, po kjo është pyetje për publikun. Lakso herë du me fol lash. Shumë realisht, unë nuk jam e kënaqur. Pavarësisht që ka kolegë që punojnë me profesionalizëm, me drejtë e mirë, po zakonisht ata që punojnë janë profesionale dhe korrekte dhe mbajnë drejtësinë, nuk janë vlerësueshëm atë sa e meritojnë. Vetë jam kom pjesë e kësaj, me qenë se unë më kanë vlerësue, më kanë avancue, po megjithatë në raport me qytetarin nuk janë shumë korrekt. Vyën alo punë për më bon në këtë drejtim, sepse njerëzit e tash edhe njëherë mbi gjitha duhet ta kenë njerëzit llakon, e manej ta vlerësojnë karrikën edhe pozicionin që kanë, sepse shumë je dhe të ngjarje që shumë njerëz në momentin që marrin një pozicion ose një karrike ose një autoritet, ata ushtrojnë autoritetin e tyre mbi tjetër edhe në mënyra të padrejta. Fatmirësisht ka njerëz e profesionista të mirë, po unë deri në këtë moment nuk rrallë herë kam pa që janë vlerësu këta njerëz. Thjesht ka burokraci, ka nepotizëm, nuk mundesh më kanë vetvetja, nuk i hapësirë
edhe komoditet me tregu rezultate atë sa te ki ide ose e ki vullnetin. Pse mendon kosovare se ndodh kjo, ose pse ka ndodh kjo në institucionet ku ti ke punu? Cili ka qenë shkaku kryesor? Ka shumë elemente, po na e dim sistemin Kosovë që kanë funksionuar dhe punësimet edhe në Mendon që në pozitat vendimarrëse janë njerëz jo kompetent dhe pastaj nga lart vjen problemi deri tek poshtë? Fatkeqësisht kjo ndodh, sepse në pozita menaxheriale duhet të jenë njerëz menaxherial pavarësisht bindjeve, njerëz profesionist pavarësisht bindjeve të tyre politike. E jo gjithçka më politizuar edhe i sesioni. Në momentin kur politizohet, normalisht që edhe targetohen njerëz të caktuar që ndoshta s'mujnë me dhanë feedbackun e mjaftueshëm për shërbimet që ju duhen qytetarëve ose institucioneve. Po kuvendin si e sheh në këtë aspekt tash i pjesë e ti? S'po flas për sallën plenare dhe për bërinë e deputetëve, po kuvendin si institucion, për atë kohë sa të ka rënë të punosh me ta. Po, na si oponent politik për momentin jemi konstruktiv, sepse qëllimi jonë është për më bo një zgjidhje ideale, por realisht e keni pa dhe ju që këto rrethona nuk janë të mira, edhe thjesht me shumë sinqeritet po them që edhe pjesëmarrja në kuvend është e kërtitshme. Por shpresoj edhe uroj që në një periudhë fatshkurt do të zgjidhen, do të bashkëpunojnë edhe oponent politik, se mbi gjitha është pyetje veni jonë, shteti jonë, njerëzit tonë. Dhe gjithë sakrificat që është bërë. Po, patjetër ne nuk duhet t'i harrojmë sakrificat që janë bërë pi gjeneratave të kaluara për dëshmor respekt për veteranët, invalid, dëshmorët e luftës. Na duhet që tash me veprimet e tona atë kontribut, atë sakrifisë t'i kthejmë në punë edhe ndir. Natyrisht. Çka thotë tashmë në këtë pikë si edhe një kartë? Ja e ku që është më morning. Hajde. Ne ndajmë mbështetje në lloje emocionale, teknike dhe praktike. Merrni parasysh shembullin më poshtë. Nën A, tek kush mund të mbështeteni për mbështetje teknike në këtë moment, dhe nën B, tek kush jeni në gjendje të mbështeteni për një mbështetje emocionale në këtë moment. Kur themi në këtë moment, e kemi fjalën për të tashmen, jo tani për tani në studio. Për mbështetje teknike kam kolegë, shoqe që kanë edhe ata background intelektuale profesionale dhe shpesh kërkoj edhe ndihmë, konsultona për to edhe për jetën politike, po edhe për jetën profesionale. Ndërsa për mbështetje emocionale i kam familjen, nanën, babën, motrat, po edhe rrethin e ngushtë, po gjithsesi kam edhe shoqe shumë mira që më qëndrojnë afër. Me llogaritë edhe në to. Po mbi gjitha jam një tip që një farë forme nuk e di sa është e kuptueshme për audiencën, po unë kam gjetë një paqësie mes vetit dhe universit. I marr gjonat pak me sportivitet edhe gjithmonë orientona nga arsyeja e shnosh edhe pozitive, se po ndodh, çka po ndodh, qysh munde me menaxhu po situatë. Çfarë tipi është kosovarja? Tipi mbyllt apo rrëfimtare? Kosovarja është shumë emocionale, jam shumë e hapur, shumë sociale, jam shumë e afërt me njerëz. Mundona me bashkëndjesh çdo problem. Jo, e kanë fjalën për te kësaj, e kanë fjalën sa flet për ndjesinë tënde të brendshme, sa i rrëfehesh njerëzve, apo preferon që gjërat e tua personale ti mbash në vete? Jo, unë nuk jam prej personave që i mbaj për vete, shumë shpesh thojnë duhet me pas një limit deri ku ju shpjegon tjerëve, sepse tjerët mujnë më ta keq përdor ose keq interpretu. Po unë jam shumë e hapur, kam dëshirë me bisedu dhe për gjonat e mia personale, për të mirat, për të metat, sepse më bash bisedim me njerëz arrin me e trajtu edhe nëse edhe ki edhe një problem. Edhe kam dëshirë me qenë shembull, mirë po edhe motiv për tjerët, edhe mi tregu tjerëve që edhe unë jam si jo, i kemi problemet e hallet e njëjta për në format të ndryshme. Të është keq përdorur kjo pjesë kosovare? Jo, asnjëherë, fatmirësisht jo. Pas ke pas fat madh se në gjithë këtë kohë mos me të keq përdorur, është pak e çuditshme.
fati im është që kam taku edhe rasist në njerëzit të mirë, po ndoshta është edhe ajo përparësia ime që Edhe energjia që të tërheq, se nga njerëzit i tërheqim edhe me energji. edhe energjia, po edhe mënyra se që i transmetoj gjanat. Natyrisht, mënyra e qasjes. Mirë, po të tjerë trofehen tek ty, kanë besim tek ty? Shumë. I bie që je edhe një lloj psikologi për të tjerët. Për koincidencë, unë jam punë edhe kryesues të komisionit për licencim stafit profesional shëndetësor për psikologin në klinik, për legjislacion, i kam pasur edhe dy anëtar tjerë, do të them psikologun edhe doktorin e shëndetit publik, edhe jam mundu gjithmonë më fokusu në pjesën profesionale të tyre, me i pas se cilat janë elementet qasjes, profesionalizme, teknikave të psikologëve, i kam marrë edhe unë do elementet tyre, po unë edhe prej natyrës kam dhënti psikologjike. Është e çuditshme, po Por që për njoftësitë publiku, cilat janë fakultetet që i ka kryer kosovarja? unë kam kryer fakultetin ekonomik, fakultetin juridik, fakultetin e shkencave politike, kam shkruar dhe masteret, edhe tani aktualisht jam në studimet e doktoratës në ekonomi, në dikasterin Degën Menaxhment Ekonometri në Kroaci. Mirë, që të trija kanë lidhshmëri me njëra tjetrën, po të kesh mundësi ta ndosh vetëm njërin, cila është më e përzemërt për kosovarën? Ekonomia, sepse fakulteti ekonomik është fakulteti i parë. Të parë më hedh në fakultetin ekonomik. Edhe aty kam vazhduar tutje deri në gradën e doktoraturës. E bukur kjo. Çka thotë e ardhmja dhe e fundit për këtë raund? Falënderoj. Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një qëllim për cilin do të punoni, çfarë mund t'ju motivojë për të arritur atë qëllim. Në një të ardhme të afërt, cili është qëllimi yt për cilin do të punosh, qoftë në aspektin profesional, qoftë në atë personal? Në aspektin profesional, normalisht unë edhe jam inkuadru në jetën politike dhe qëllimet janë që kem një jetë gjatësi në jetën politike. Kam një qëllim. Hajde. Na thuaj ekskluzive për te, hajde. Është shumë interesant prej vogël kur jam konë, babqysh jam ka besu në ëndrat e mia, kur s'ka besu kur kush, ai ka besu edhe pak para vdekjes ti. Kujdes shumë për ta, edhe më ta unë filloj me qajt edhe më ta Kosovë ta më vjen keqës po e flas me diplomu, me shku në shkollën e mesme me diplomu, se gjithmonë ëndra ti është konë unë më bëhet doktoresh. Mirë, po atë ditë më ka ndryshu gjithçka, sepse ta jo ta ti s'ki më bëhet doktoresh, apo ti ki më bëhet president. Wow. Edhe kushdo që ardhke prej musafirve me pa, i thaj, të ke thirrni presidentën këto, i tha, se po kush është presidente kjo, të ke kjo kortnalët të dhe rryma, se në vitet e kalume, kem pas probleme me rryma, natyrisht, po. 2002-2003 kështët, edhe thaj, këta i kam sjellom, kush s'ka dritë, kjo van dritë, edhe thaj, kjo është presidentja, kryetarja shtetit, unë mani këtu, edhe për zotin e madh, kur nuk jam nalë drejt ati qëllimi. Edhe i tash një ditë prej ditëve, i tash pas muj, presone jam e fshatit, nuk kam as lidhje politike, as njerë shumë bështete, ta dëgjam të dush me punu, për me arrit të presidentja, për nështë të bashkë të presidentja së arrim, po për qatë. Po në mësë ndalë, ngritë e zanin, që shtidin, edhe nuk jam nalë, nuk do të ta që do të bona presidente, po pse jo? Tani, nuk e përjashton si ja, nuk e përjashtoj. Ndërkohë që një gjysmë ëndre e bërë realitet, sepse je në objektin e njëjtë me presidencën. E vërtetë. Ju dallon vetë një kat. Kom vjetësu ëndrën time me shku në institucionin më të lartë të vend Kosovës e me një shërbi qytetarëve. Në mënyrën më të mirë të mundshme, por pse jo? Ndonjëherë mendoj që është vetëm një vije hollë që më dom prej presidentës, por jetës nuk e dihet. Unë jam e bindjes që në jetë gjithçka është e përcaktuar. Shpesh herë Elvona, kur isha në konvikt studente, këty parët tona sistemin, e mendojsha në vetën time që nuk mund të me vazhdu tutje, nesrit kam bisotru këtë një energji tjetër, pas këtë një frim tjetër, këtë një vullnet tjetër, edhe nuk jam dalë. Edhe po du më ndërlidh me ata që gjonat janë përcaktume, për atë çka është përcaktu, edhe Zotit motivon me shku drejt asaj.
Absolutisht. Kosovare po të shoh shumë të emocionuar gjatë fjalimit tënd ose shpjegimit të ngjarjes në raport me gjyshin. Shpjego ma pak më shumë këtë lidhjen e fortë që e ke pas me gjyshin tënd. Unë edhe emrin e kam prej gjyshit, gjyshi ka jetu në diaspor edhe ka sakrifikuar jetën e tij për live, edhe pasuria ende në arrjedh edhe prej tij. Emrin më ka vënë për shkak të dashurisë dhe mungesës familjes që si ka pas atje. Edhe kom pas në vërtet një lidhje të jashtëzakonshme emocionale me gjyshin edhe një ndër motivet kryesore për qëllimin tem është konë gjyshi. Gjyshin, ai ka besu të unë. Kom pas në mbështetjen më të fortë, po fatkeqësisht sot. Nuk dua të emocionoj më shumë, por dua një pyetje të fundit sa i përket gjyshit. Cili është amaniti që ta ka lënë? Cila është një fjalë që ty të ngjelet në mendje sot asaj dite? Për te i faktit që të ka udhëzuar të bësh presidenta. Me qenë vetvetja, me qenë e ndeshme, mas me humb autoritetin e familjes, mas me humb vetvetën. Po me përkushtim, seriozitet, punë, me respekt, me arrit qëllimin. Kom përsa. Kosovare, faleminderit për emocionet që na dhurove në studio në raport edhe me gjyshin, po edhe në përgjithësi me të kaluarën dhe të tashmen tënde. Hajde ndrojmë pak energjinë, do të pyes pak se sa je e lidhur me artin përkundër krejt angazhimeve që i ke, dhe jo pa shkas po ta bëj këtë pyetje. Sa është e lidhur me pjesën e muzikës kosovarja, sa ka kohë të dëgjoj muzikë? Shumë. Jam rrit me muzikë, po zakonisht me muzikë patriotike, me qenë se dhe vipi një vendi heroike, legendar si Kaçaniku. Mirë, po edhe me artin përgjithësi e kom pas ëndrrën në artiste, se tash po m'doli shumë ëndra, po e kom pas edhe ato ëndër me qenë artiste, edhe fatmirësisht. Se nuk shkove drejt rrugës së artit, me qenë se pas ke pas si ëndër? Rrethonat, mentaliteti, po, patjetër. Edhe, po, fatmirësisht nuk ka dhënë mundësi me qenë artiste jo profesionale. Kam luajtur me një film në rolin e mësimdhënëses së gjuhës angleze. Filmi është i quajtur Në kërkim të Venerës, edhe ka fituar edhe disa çmime në Rotterdam, në Japoni, kështu tash se di saktësisht. Po aty, domethënë, nuk ka dhënë mundësia me jetësu edhe qatë ëndër, e qenë një artiste jo profesionale, me rrugë më kaluar shumë mirë. Mirë, po besoj që ka qenë një përvojë shumë e bukur për ty. Jashtëzakonisht e mirë. Kosovare, jo pashkas bëra pyetjen sa je e lidhur me muzikën, sepse në këtë pjesë të emisionit zakonisht i pyes hyneshat se cila do të ishte një këngë, një dëshirë muzikore që ne mund ta plotësojmë vetëm për ty sonte. Kaçaniku Tirapik. Duhet ta mendoja që kjo këngë s'mund t'ik asesi sonte për ty, sepse kjo e di që kjo këngë ka shumë versione, ke ndonjë këngëtar të preferuar që e këndon këtë këngë, apo nga cili do? Sinan Vllazaliu. Sinan Vllazaliu, mirë. Atëherë unë los deskun e muzikës që të kemi Sinan Vllazaliun dhe këngën e tij Kaçanikut Tirapika, vetëm për dëshirën e hyneshës time për sonte, që pikërisht vjen nga Kaçaniku, deputetës së re të Kuvendit të Kosovës, Kosovare Morseli. Ne rikthehemi pas këngës me raundin e tretë dhe të fundit. Në lidhje me atë që sapo keni diskutuar, çfarë ndjenjesh pozitive përjetoni më shpesh? Kur kthehesh në retrospektivë dhe e përmbledh në pak minuta gjithë kaluarën tënde, cilat janë ndjenjat më pozitive që të vinë në mendje për të kaluarën tënde? Cila pjesë së kaluarës? Po, normalisht pjesa e fëmijërisë, ja vajzë nga një familje e mirë, nga një familje bujare, një vajzë që e kom rrit baktin, le të jetë mesazh për çdo vajzë që dukem dëgju tash, që nuk ka rëndësi nga vjen, po ka rëndësi nga ku shkon edhe ku i ke përcaktuar qëllimet. Thjesht mos lejo, mos prit që me ngrit zonin, po ngrit e zonin, edhe beso në vetën tënde edhe vazhdo rrugtimin tënd për qëllimin që ja përcakton vetes. Momentet më të mira janë momentet e fëmijërisë. Na fatmirësisht si fshat e kemi pasur dhe lumin e tet me bashkëpunëtorë, kemi kalu kohën më të madhe atë. Momentet e mira janë gjatë manifestimeve, në recitime, në kore. Në përgjithësi në pjesën e fëmijërisë. Po, në pjesën e fëmijërisë, po edhe gjatë rritës. Po, në shkollën e mesme besa kam kryer në Perizajnë gjimnazin Kuvendit në Arbrit, që kam një përvojë të mirë. Kemi qenë klasa më e mirë në Kosovë me 4.906 mesatarën
notave në shkollë, edhe kam kalu jashtëzakonisht mirë, po unë jam pa naj tipi ambiciaz, jam pa tip ma studiaz, shumicën e kohës se kam kalu Me libra. po, patjetër. Cili është libri më i mirë që ke lexuar deri tash, me çdo le të librat? Për Gralin e Shejt, nuk më kujtohet aktualisht shkrimtari, po, Kodi Gralit e Shejt. Mirë, sigurisht ne ja propozojmë edhe të gjithë atyre që janë duke na dëgjuar, çka thotë tashmë në këtë pikë. Në pranimin e vështirësive me të cilat përballemi në jetë, zakonisht kalojmë në fazat e mëposhtme. Nën A, mohimi, nën B, zemrimi, nën C, dekurajimi, nën D, pranimi dhe nën E, veprimi. Mendoni për vështirësinë që keni aktualisht. Në çfarë faze jeni? Nënvesh edhe me i parë, a ka aktualisht kosovarja ndonjë vështirësi në për cilën po kalon edhe ku je për momentin, në cilën fazë? Si cili person ka sfidat e brengat e jetës, mirë po e zemruar kur s'kam qenë edhe s'jam, e dekurajuar asnjëherë, tash edhe njerëz s'm le përshtypje absolut asgjë përveç qëllimeve të mia, familjes time dhe respektin ndaj të tjerëve dhe shërbimin ndaj të tjerëve. Për këtë edhe jam e lumtur edhe jam e plotësuar edhe si personalitet. Veprimi, po, kam shumë rrugë për me bë shumë, po për momentin s'është që kam ndaj veprim të caktuar lidhur me skenë. Dhe nuk është që ke ndonjë vështirësi të caktuar në për cilën je duke kaluar në për këto faza, apo thjesht nuk do ta flasësh publikisht? Se mund edhe nuk shoh vështirësi, shoh sfida, po i shoh si të i kalueshme. Po, normalisht që duhet ko për me ra gjanat në vendin e vet. Përgjigje diplomatike shumë e mirë. Çka thotë e ardhmja dhe e fundit fare për këtë edicion? A më lexon? Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Të betohem që e kisha në mendje të ta bëj këtë pyetje sepse është pyetja më e mirë e gjithë këtyre kartave. Nëse mund t'i shkruani një letër dikujt për këtë dhe t'i tregoni gjithçka, kujt do t'i drejtohej letra dhe cili do t'ishte mesazhi më i rëndësishëm? Dikujt që jeton ose nuk jeton më, s'ka rëndësi, por kush do t'ishte personi që ti do të zgjedhje për t'i shkruar një letër për gjithçka që ke kaluar edhe je duke kalu në jetë, dhe cili do t'ishte mesazhi më i rëndësishëm brenda saj? Atë motrës time të katërt. Motra ime e katërt, madhe, është një personalitet shumë i fortë, është një tip luftarak, një tip i zhurmshëm, po dhe një tip sfidues, dhe asaj i kisha shënu letër edhe mesazh në letër për gjanat e mia, për mënyrën e jetës time, qasjen edhe pse ajo është në rrjedha, po megjithatë ndoshta do të thellohesha në detaje për gjanat e mia, po mesazhi për ta është qëndroj fort, beso tek vetja, e merr shembull motrën tonë edhe vazhdo qysh jetë vazhdo. Pse mendon që duhet t'i thuash qëndro e fort, derisa je duke thënë që ajo veç se është e fort? Është e vërtet që është e fort, po kënjëherë ka momente që njerëzit për shkak rrethona demoralizohen, dekurajohen, varësisht në ambientet ku je. Na edhe vina për një zone që edhe paragjikume. Natyrisht. Tash nuk shohin perspektivë shumë të na kanot, po unë e thash edhe për i teksoj prapë, gjithmonë kom dash me kon shembulli fillimisht për motrat shoqnin që me besu te vetja, te intuita edhe te integriteti. Me këtë besim arrihet çdo qëllim. Natyrisht, e dashur, kaq ishte minutazha e hapjes së kartave në 3 perspektiva të jetës tënde. Krejt në fund tregon si po ndihesh dhe cili është reflektimi yt mbi veten tënde tani. Edmona, të falenderoj për ftesën shumë, me të vërtetë ishte kënaqësi intervista me ju. Unë të jem jashtëzakonisht mirë, lirë, komod. Sigurisht ke fol si të Edmona. Sigurisht ke fol gjëra të cilat nuk i ke fol më herët në intervista, nuk besoj që je thellu kaq shumë në detaje mbi jetën tënde personale, duke qenë se e thash je deputete e re e Kuvendit të Kosovës dhe njerëzit ende janë duke të njohur për te politikës më shumë se sa si kosovare.
është intervista ime e parë që kam folë në detajet hollësishme për jetën time. Unë kam edhe shumë gjona se ka njerë konsideroj sikur jam 100 vjeçare për gjona që i kam të i kalu. Po megjithatë është intervista e parë që kam folë ma shumë për jetën time personale, për personalitetin tim, për të vijave politike. Kosovane, duke të falenderuar natyrisht, për fund e dua një mesazh për të gjitha gratë dhe vajzat që janë duke na dëgjuar në këtë moment dhe duke na shikuar përmes YouTube, e sidomos për ato që jetojnë në zonat rurale prej nga vjen edhe ty. Fillimisht do me thoni një fjalë për gratë e vajzat, sidomos tonës tonë. Vajzat edhe gratë tona janë burrnore, janë familjare, janë ata që e ruajnë perspektivën e shoqënisë, pikërisht atë që neve na diferencon prej shoqënive tjera, organizimin e mirëfillt familjes, ndërshmërinë, kjo që më le përshtypje edhe mu. Ajo është elementi i parë i një personaliteti, sidomos gjinies tonë, gjinies femërore. Grave dhe vajzave, mos u ndalni, besoni tek vetja juve, tek qëllimet e juja, punoni për me arrit qëllimin e juaj. Nuk ka asnjë sfidë ose asnjë barrierë që ndalon për arritjen e shembulli më i mirë dhe më praktik i kësaj jam unë. E tash për të theksoj prapë se prej fshatit, prej Bagëtisë, sot jam sallat e këto vende. Po edhe këta e kam arrit me besim, për kushtim edhe punë. Por për të sqaruar, jo kot, sepse ke kaluar 3 universitete, je në proces të doktoratës, pra ke punuar jashtëzakonisht shumë edhe në aspektin intelektual dhe profesional për të shkelur sot në sallën e Kuvendit Kosovës. E dashur edhe njerë faleminderit shumë, ishte kënaqësi shumë e veçantë dhe të uroj shumë suksese në jetë. Faleminderit shumë, respekt. Të dashur dëgjues, kemi qenë kështu në një bashkë bisedim shumë të këndshëm dhe shumë të veçantë, me shumë porosi mes rreshtash nga deputetja e re e Kuvendit Kosovës, zonja e nderuar kosovare Murseli, me porosinë e së cilës që të punojmë fort për ëndrat tona, ne japim fund këtij edicioni të emisionit Hynesha, duke ju lënë takim javën tjetër. Deri atëherë, gjithë mirat.